Konferenca e International IDEA me Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve u mbajt sot në Tiranë për mbikëqyrjen e digjitalizimit në proceset zgjedhore. Kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi deklaroi se për herë të parë në zgjedhjet e pjesëshme të 9 nëntorit në 5 bashki të vendit, KQZ-ja do të përdorë në mënyrë eksperimentale inteligjencën artificiale në mbledhjen e të dhënave, numërimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultatit. Krahas identifikimit dhe votimit elektronik, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri, që prej vitit 2022 ka zhvilluar disa platforma digjitale për aspekte të ndryshme të procesit zgjedhor. Disa prej tyre janë ato që lidhen me raportimin dhe mbikëqyrjen financiare të partive politike dhe të subjekteve zgjedhore, regjistrimin e votuesve të diasporës, regjistrimin e subjekteve zgjedhore dhe të vëzhguesve të zgjedhjeve, platformë për denoncimin dhe ankimet zgjedhore, platforma për raportimin e institucioneve publike gjatë fushatës zgjedhore, platforma e komunikimit dhe raportimit të komisioneve të niveleve të dyta dhe të treta në dhe me KQZ-n, moduli për trajnimin online të administratës zgjedhore e të tjera. Kemi filluar në versionin eksperimental përdorimin e inteligjencës artificiale për kërkimin dhe marrjen informacioneve zgjedhore nëpërmjet faqes së internetit të KQZ-s, si dhe për të ofruar asistencë dhe për të krijuar facilitet për administratën zgjedhore, por edhe për subjekte të tjera të përfshirë në procesin zgjedhor, mundësi për ta marrë dhe për ta përpunuar këtë informacion apo për të marrë shpjegime për aspekte ndryshme të procesit zgjedhor. Në 9 nëntor të këtij viti do të zhvillohen zgjedhje të pjesshme për kryetar të disa bashkive të vendit. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po punon për të aplikuar për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultateve. Ky projekt do të shërbejë si test dhe për momentin nuk do të zvendësoj procedurën manuale të numërimit dhe të vlerësimit të votave, e cila do të mbetet mënyra zyrtare e referimit për këtë aspekt të procesit zgjedhor. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, u shpreh se digitalizimi do të sjellë transparencë politike. Ne në Bashkimin Evropian mirëpresim të gjitha këto hapa dhe inkurajojmë që të keni një proces gjithëpërfshirës të bazuar tek faktet, të udhëhequr nga OSBE ODIHR dhe nga rekomandimet e Komisionit të Venecias. Pra rekomandimet e të dyja palëve OSBE ODIHR dhe Komisionit të Venecias. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërmarrë hape të rëndësishme për një analizë pas zgjedhjeve me propozime për të fuqizuar transparencën, efikasitetin në proceset e ardhshme zgjedhore dhe më lejoni ta them edhe një herë këtu sot që ne i mbështesim plotësisht këto propozime.